Degët e mjekësisë në Shkodër janë bërë pjesë e një projekti ndërkombëtarizimi me temë forcimi i kapaciteteve dhe kompetencave digjitale në arsimin biomjekësor përmes ndërkombëtarizimit Biosend. Mjekësia e personalizuar, menaxhimi shëndetësor në kohë krize dhe terapia ushqimore mjekësore ishin modulet në të cilat studentët u certifikuan. Certifikimi tregon që ju tashmë keni fitu aftësi në këtë drejtim dhe sidomos ato aftësitë që kanë bajnë me digitalizimin, sepse kur flasim fakt për ndërkombëtarizimin ne flasim për digitalizim. Fakti që ka nisë me këto dy departamente, ndoshta pak më të evidentuara në raport me të tjerët, është shumë pozitive. Shefi i Departamentit të Lëndëve Paraklinike, Julian Kraja, tha se fal këtij bashkëpunimi, sot sallat janë të pajisura me smartboarde. Ne duhem edhe sot jena pikërisht për me shpërnda këto certifikate që janë fruti i punës suaj dhe punës tonë. Ne si program e studimit kena fatin që u njoftë në tonë botën me 2 letra. Ky projekt i dha Universitetit Shkodrës dhe këtyre 2 departamenteve dha edhe mundësi më të mira digjitale. Mos harrojmë që u pajisen 6 klasa me smart boardera. Ky projekt është duke u zbatuar nga universitetet partnere në Bosni Hercegovinë, në Maltëzi dhe Shqipëri me mbështetjen këshilluese dhe transferimin e njohurive nga partnerët në Belgjik, Rumani e Serbi dhe synon të adresojë sfidat e ndërkombëtarizimit të kurrikulës, të mobilitetit virtual e të shërbimeve e kapaciteteve që i shërbejnë këtij procesi.